albumin e Tajnës nga fillimi deri në fund. Atmosferë fantastike, kështu që shkoj! Messi pa dandela, kujtau se sam ke lut, kishe unë e pleja, korona jam qëtë kom su. Messi pa dandela, sonte unë po dal, trupja me vaj, e bruzat me kristal. Londrim sapo ke publikuar këngën tënde të re After Party. Yes. Si e priti publiku, çfarë të kanë thënë njerëzit? E kam prit shumë mirë, është këngë pak më eksperimentuese, po mendoj për trekun tonë shqiptar, po prapë janë tu e dashur edhe po m'vjen tepër shumë mirë. Londrim tani njerëzit gjithmonë kanë qenë kurioz për outfitet e tua. Yes. Çfarë ka veshur Londrimi sot? Londrimi sot është vesh krejt ze, klase, si zakonisht. Ka dalë lajme që tresha juaj e Bikut është përçarë, se disa të vërteta janë. Apo? Kemi Klodin mbrapa, nuk e di Elion. Ja, Elion, për treshe po flasim. Ja po jam pra. Ju flas. Po si ku të erdhët veçmas? Ti para ta mbrapa. Veçmas jemi. Ashtu, ë? Po. Pra është përçarë treshe. Po jo, mos është përçarë. Në një treshe gjithmonë janë dy që rrinë gjithmonë bashkë. Bashkë, edhe njëri që është më i vërtetua, ja. Ja. Çfarë projekte të tjera do të presim nga ty Londrim? S'muna me zbulu shumë, po shumë shpejt, e di se kjo fjala shumë shpejt u bu pak e bezvetshme, amo kur thëm shumë shpejt, që në the televizion. wait is over soon. Në televizion apo në muzikë? Ja, në muzikë, për momentin muzikë. Në muzikë, okay. A do kemi ndonjë bashkëpunim me big names, emra të mëdhenj të muzikës apo solo? Ta që do t'jetë intervistë të shkurtë, apo? Po, shkurtë. Okej. E mbajmë fjalën. Ladies and gentlemen, enjoy the show. Se escucha soy, Tash kena me kru këngën e fundit, që është vajza e Dimrit që ja kum dediku vetës teme të vogël. Apo një ju? A jemi live? Jemi live! Si ndihesh Tajna, përfundoj sonte? Shumë mirë, shqyqër që shkoj gjithë shka mirë edhe shqyqër që u kry. Kishe merak, kishe frikë? Do valla, mi ka zu drejtë. Për çfarë kishe më shumë frikë? Po mos po ka bëj në sen, mos po aden, po jom perfekt. Do shte fjalimi, edhe pse ishe shumë i ndekë dhe shumë i fokur. E përgëzojmë shumë. Disha, a me mësu një fjalim, a me mojt men. Shiko! Me bëj që të mbjen, po da. Ti përposte këngë shumë bukra dhe tekstet që shkruan vetë, po që ishe shumë e mirë dhe në fjalim, well spoken, s'para kemi artiste që janë dhe të artikuluar. Letuar. Faleminderit, respekt. Tani kënga ime e preferuar në album deri tani është Amo. E jote kush është? Kur përëndon. Kur përëndon. Underrated. Do jetë himni i verës duke ikur nga Unë e plazhi menaj që me njerëzit halon nuk e kanë zbulju kongën kur Po përëndon. pra, kjo çdo pjesë e albumit ka një këngë që një zbulon në kohën e dur dhe e çon. Tajna, nëse do duhet të veçoje një person gjatë gjithë këtij projekti, suportin më të madh tëndin, cili do ishte? Rina. Menaxheri. Po, menaxheri. Rina. Obviously. Kush ka qenë një këngë të cilën ndoshta ke pasur pak më shumë vështirësi në shkrimin e saj ose në prodhimin? Që ka marrë pak më shumë kohë se tjerat? Po di, s'po fitohet shumë mirë, po menaj që nështë poezia e nostalgjisë, edhe nostalgjia, se si emocion s'kom ditë shumë, qatë shumë e kom ditë atë që s'kom ditë me atë gemu në këngë, edhe me në te e kom përshkru se mjetë. Tajna, sot gjatë fjalimeve mbajti fjallën dhe... Sot gjatë fjalimeve mbajti fjallën dhe presidentja, e cila foli me fjallë realisht shumë të mda. Si ndjesh ti pasi presidentja të veçoj nga gjitha artistet?
Sa presidentja muzikës ta. Ndihem tepër e privilegjuar, unë vlerësoj shumë mendimin e presidentes sepse është një grua shumë e mençur edhe shumë e pjekur edhe me shumë aur që jena krenar që e kemi, kështu që i vlerësoj edhe shumë mendimet edhe fjalët e saj. Tani çfarë vjen pas Genesis, një koncert madhështor, se shumë nga kolegët e tu po performojnë në skena. A do kemi një stadium ose një skenë? E kur kom kallëzu unë e qa kom e bo, hajtë kallëzam. E vërtet, e mban për vete derisa t'ja bëj fare. A këtë di që kam e qita album jo, se keni. Tana, si po e sheh evolimin e muzikës në Shqipëri vitet e fundit, fakti që artistat po bëjnë më shumë albume, po bëjnë koncerte madhështore dhe po largohen nga klubet, nga performimi në klub. Po, menoj që për klubeve, okej, se cili artist ko qatë në posë koncertet e veta dhe jena të shkun qatë drejtem krejt, edhe pse na nuk e kena posë shumë kështo sponsora, e kësi dripa që është shkut me organizu vetë, krejt vetë. Edhe është mund edhe punë shumë e madhe. Unë koncertin e parë kom qep me bo për një merë breslënës, edhe ajo merë ko, që ajo breslënja ime. Kështu që, Veç pak. Ne të falenderojmë shumë Faleminderit edhe shumë. të presim në studio. Dhe shkëlqips në skena botrore. Të realizojmë shumë sukses, të shoh kjo një nga projektet më të mëdha dhe jo vetëm. Me po jetën tem, me po historinë tem, edhe me besu që ato ëndra që i ka, një ditë kanë më bërë realitet.